Zoti Tavo, është në kryetari imi i bashkisë, por në mungesë, nuk më ka ardhur. Sepse ti I thej që je... Unë vazhdoj t'i them, dhe e kam vendin bosh, po e ruaj, po e mbaj. Pse se ke zënë? Jo. Po mirë, s'ke asnjë përgjigje? Ti më njeh, unë po dhash një premtim. Ja, absolutisht. Po s'ke asnjë përgjigje? Nuk kam marrë përgjigje që është e vërteta. E kam pritur dhe po e pres. Do zoti na sjellë në një përvojë amerikane në menaxhimin e bashkisë. Për gjithë ata që na ndjekin, zoti Tavo fitoi me zgjedhjet, por kundërshtarin politik, pra Garusin, Petraj Gjikuria, tha do jetë në kryetari im. Dhe ai nuk e ka marrë detyrën, por ky e ka lënë vendin bosh. Kjo është shumë e bukur, shumë e bukur. Tani një pyetje. Ore, pse të votuan ty? Çfarë? Si mendon ti? Atëre, himariotët janë një popull I zgjuar, të zgjuar janë gjithë shqiptarë, po më besoni, janë një popull me veçori shumë të spikatura. Dhe janë shumë të zgjuar. Po hajë na thojë se nuk të ndjehemi të ofenduar ne që simi nga Imara. Po them që nuk është njeri I interesuar që të mbajë gjallë konfliktin në Himar. Është një pjesë e vogël. Pjesa dërmuese e himariotëve nuk e duan konfliktin. E shikojnë vetë, nuk është në interes të askujt konflikt. Po çfarë bëre ti që e hoqe këtë konflikt? Se e thash në fillim, çfarë bëre? Thash, e para njëherë për mua nuk ka të majtë të djathtë. S'ka pas ndonjëherë, besoj këtë e di. Për mua komuniteti është I gjithë, komuniteti I Bashkisë Himarës, unë jam kryetari I tyre, më votuan zgjedhje, pak rëndësi ka. Dera e Bashkisë Himarës është e hapur për të gjithë dhe këtë mund vini në Himarë të pyesni që nga më ekstremisti që ka qenë para zgjedhjeve dhe deri tek njerëzit e thjesht që vinë, takojnë kryetarin e bashkisë, trajtojnë çështjen, problemet e tyre. Atje problemi që zgjidhet nga bashkia patjetër që u zgjidhim, ato që nuk zgjidhen, u japim një drejtim, një këshill se si mund të zgjidhin problemet që kanë. Pra, njerëzit flas për pjesën dërmuese, po ja them sinqerisht, është një nukull e vogël që nuk ka për të ndryshuar ndonjëherë ose mund të ndryshojë me shumë vitesh, mund ta kuptoj, por pjesa dërmuese e Himarës dhe e himariotëve, pra, duan qetësi, duan zhvillimin dhe këtë e donin dhe më përpara, por ndoshta nuk kishin teren për ta shprehur. E gjetën terenin në zgjedhje, votuan me 1477 vota diferencë. Kështu që tani, zoti Tavo, kam një pyetje. Ti hodhe poshtë një mentalitet, se ndonjëherë të thyesh një mentalitet është më vështirë se të thyesh edhe ato atomin, se kemi bërë në fizik në shkollë të mesme, në gjimnaz. Ti e hodhe poshtë një mentalitet që ky nuk është Aimara, ky Donbas. Ky ishte gjëja më e rëndë ose gjëja më, po themi që kur e dëgjoje kështu thoshe prit se kanë çik të drejtë. Ti si je nga Aimara, ti Donbasësh. Këtë dëgjoja unë si gazetar. Tani, si e ktheve këtë ti? Ti si është Aimara dhe të votojnë 5022 vota, 1000 ca vota më shumë? 1400 vota. Do 1500 vota, më fal tani. Atëre, himariotët, sikur se thash, e kanë kujtesën, dhe kujtesa nuk duhet të jetë shumë e gjatë, sepse 35 vite ka nga 90 nga ndryshimi I sistemit, dhe tani e shprehin qartë, nëse para zgjedhjeve nuk shpreheshin, por e shprehon me votë, tani e shprehin qartë dhe thonë që ne himariot kemi pasur. S'na kanë bërë gjë. Erdhi ky nga Gjirokastra dhe po na zgjidh problemet. Kështu thonë, ë? Po patjetër. Pra, pak rëndësi ka se është apo s'është kryetari I bashkisë himariot. Duhet të menojë. Ose Gjirokastrit në Gjirokastër, për shembull. Rëndësi ka që personi I cili votohet nga komuniteti të cilin do e drejtoj, të jetë I përgjegjshëm dhe t'ua kthej këtë besim gjithmonë në shërbim. Edhe nëse ata e kanë parë që ne po e bëjmë më së miri, gjithë stafi I bashkisë po e bën më së miri këtë punë. Edhe nëse kryetari I bashkisë nuk do ishte me origjinë greke? Dëgjoni, mendoj që një pjesë e atyre njerëzve që janë me origjinë greke, ndoshta nuk do ta kishin problem as këtë. Padyshim, duke qenë se historia edhe e vjetër, por edhe sidomos e këtyre viteve, ndoshta e kërkonte kryetarin e bashkisë që të ketë origjinën greke dhe Himara me gjithë historikun dhe problematikën
flas edhe shumë shekullore, por dhe sidomos të këtyre viteve të fundit, e kërkonte një zgjidhje të tillë dhe do të ishte më optimale për politikën shqiptare që të jepte një zgjidhje të tillë. Sikurse e ke parasysh edhe Petro Gjikuria me origjinë greke, edhe unë me origjinë greke, pra nuk ishte ndonjë ndryshim në këtë pikë, domethënë, për sa i përket çështjes së nacionalitetit. Tani, më trego pak lutem historinë tënde. Ti je nga Gjergucati, nga Gjirokastra. Si është historia e familjes tënde? Nga jeni, nga keni ardhur, ku keni jetuar? Jo, nuk mund të pranoj faktin që thuhet që Dropullitët janë të ardhur dhe janë të ardhur vonë në vitet, domethënë në shekullin e 19, kanë ardhur si argate, ku duan historirat cilat nuk është ai versioni që të Alipashte Pelenës? Po nuk mund të jetë. Po si është Alipashte Pelena me Dropullin, s'ka asnjë lidhje. Pjesa e Alipashte Pelenës ka qenë dhe Dropulli. Pra Dropulli ekzistonte në kohën e Alipashte Pelenës. Mos harrojmë që kanë qenë minoritarët që shpëtuan Alipashte Pelenës, Sopiku i Gjirokastës është pjesë e Dropullit, që shpëtoi Alipashte Pelenën nga turqit. Pra, çfarë lidhje ka kjo? Nuk i solli Alipashte Pelena Dropullitën në Dropull. S'ka asnjë lidhje. Dhe unë mund t'ju them vetëm kaq që patëm rastin ta themi në fillim para emisionit. Unë gjatë punimeve që bëra rekonstruksionit të shtëpisë time, gjeta një pllak që ajo shtëpi ishte ndërtuar në 1808 si shtëpi dhe mbante emrin e gjyshit të gjyshit tim, stërstër gjyshit tim. Dhe mos harrojmë që shtëpia më fal pak, domethënë ti rekonstruktove shtëpinë dhe gjete një pllak. Po e kam pllakën, po. Që ke edhe emri aty. Si quhet gjyshi? Grigor Tava. Po. Dhe 1808. 1808. Që do të thotë që ata kanë ardhur përpara se shtëpia ndërtohet. Prit, jo vetëm që erdhën më përpara, po kam shtëpinë sipër shtëpisë time, që është e prindërve të stërstër gjyshit tim, e kanë shtëpinë akoma shtëpia atje. Jo, si janë ata grek aty? Pra, kush mund ta thotë lëvizjet që kanë ndodhur, lëvizjet e popullatave, që kanë ndodhur në shumë shekuj më përpara, e spjegojnë ndoshta dhe lëvizjen e popullsisë së Dropullit, sikurse edhe popullsive të tjera. Ju përjashtoni faktin që ishin argat, po nuk përjashtoni lëvizjen e popullsisë. Kjo është ideja. Lëvizje e popullsisë nuk flas vetëm, pra nuk është se erdhi Dropulli në Dropull. Dropullitët mund të kenë qenë në Dropull. S'është kjo ideja e krijimit të asaj krahine. Pra, çështja e argatëve, nëse do të flasim për argatëve, nuk është ashtu. Bejlerëve, ku është shumë vonë se kjo datë që po flasim, apo jo. Pra, nuk mund ta pranoj. Ti pas ke gjetë provë të fortë. Po pikërisht, pra nuk mund ta pranoj këtë teori që përpiqen domethënë deri diku, dhe nuk vjen, pothuajse nuk vjen nga flas historianët kjo teori, po vjen nga ndonjë, ke parasysh, unë kam qenë gjithmonë larg ekstremeve dhe më pëlqen të jem larg ekstremeve. Pak rëndësi ka. Dhe kjo është i merite juaja që nuk e marr me pak rëndësi ka se nga ka ardhur familja ime. E rëndësishme është që familja ime është në Dropull, është dropullite, është me origjinë greke. Ç'rëndësi rëndësi ka? Tani, si ndihesh, do të bëjmë pyetje drejtë, si ndihesh, si grek apo si shqiptar? Patjetër që jam grek, se s'mund ta mohoj origjinën time, se të mohosh origjinën tënde, domethënë për mua është mungesë e theksuar e karakterit të njeriu, por padyshim që ndihem po aq dhe shqiptar, sepse kam lindur këtu, kam studiuar këtu, kam gjithë miq, gjithë shokët, gjithë jetën këtu, nuk kam asnjë lloj dallimi nga shokët e miqtë e mi dhe vëllezërit e mi. Pra, më shumë miq ke shqiptar apo grek? Jam grek, shtetas shqiptar me origjinë greke, çfarë s'ka si lidhje. Do ti je shtetas shqiptar me komsi greke. Tani atje në zyrën tënde flet, çfarë gjuhë flet? Sipas rastit. Kur më vjen anglezi flas anglisht, kur më vjen se ti ke marruar ti diplomat për anglisht. Kur më vjen minoritari flas greqisht, kur më vjen tjetri që flet flas shqipi, flas çdo lloj gjuhë flas. Atëre kur nxesh, ç'a të vjen kështu? Si të vjen? Kam përballë. Jo, kur je vetëm se kur nxesh në greqisht apo shqip? I kam të dyja gjuhët një lloj.